para se të jap një sugjerim të vogël, doktor, unë mendoj se partia jonë ka shumë probleme dhe kush është në këtë sallë këtu, por jo vetëm, ka një qasje shumë më praktike dhe shumë më të vërtet ndaj zgjidhjes këtyre problemeve dhe mendoj që është shumë e mirë që ne të bënim një takim tjetër, pa kamera, pa televizor, me duart mbyllura midis forumit dhe jush, sepse unë jam me parimin që problemet e shtëpisë fliten brenda shtëpisë dhe nuk fliten në sytë e botës. Gjithsesi, po prek një problem që është shumë evident dhe e shikojnë gjithë shqiptarët dhe jo vetëm ne, dhe po jap një sugjerim timin që ndoshta mund t'ju pëlqejë ose jo. Atëherë, ne çdo të hënë bëjmë këto foltoret para kryeministrisë, që themi drejtën pjesëmarrja nuk është shumë e kënaqshme. Tani, problemi këtu nuk është te mos pasja mundësisë ose pasja e frikës, siç thon dikush që nuk vinë njerëzit. Problemi është që njerëzit nuk duan të vinë të hënave, sepse kur bëjmë ne protesta kombëtare, sheshin bushet plot. Kështu që problemi qëndron ke foltorja e të hënës, që nuk ka pjesëmarrje. Tani, mendimi im, por besoj jo vetëm i imi, është që shumë nga ata folës që dalin aty, nuk janë të denjë për të na përfaqësuar, sepse në moment që dikush merr atë foltore, nuk përfaqëson më veten e tij, por përfaqëson të gjithë demokratët, ku përfshihemi sigurisht dhe ne antarët e forumit. Dhe me pasjen e folësve që nuk janë të denjë dhe nuk e di kush i zgjedh, po personi ose personat që i zgjedhin disa nga ata folës që dalin aty, po bëjnë faj ndaj nesh, jo thjesht gabim. Sepse të dalin aty njerëz që flasin, kuturu, disa kanë qenë dhe tap, që u merret goja kur flasin, na dëmton të gjithëve. Dhe sidomos ne rinin, sepse ne e kemi karrierën politike para dhe e kemi jetën para në Shqipëri. Dhe dëmtimi i PD-s dhe imazhit PD-s në publik na dëmton më shumë ne se sa ju, doktor. Tani, një mendimi imi se si mund ta zgjidhim ne këtë problem është që çdo të hënë të bëjmë një foltore specifike. Pra, një të hënë të kemi për arsimin, të kemi mësues, të kemi ekspert, të kemi profesor, një të hënë tjetër të kemi doktor, të kemi për shëndetësinë, problemet që kanë shëndetësi, një ditë tjetër për bujqësinë, një ditë tjetër për naftëtarët, një ditë tjetër për minatorët, e me radhë. Problemet në Shqipëri janë të pafundme, temat janë të pafundme. Të jemi specifik, çdo të hënë t'i drejtohemi një problemi, të kemi ekspert të vërtet dhe që njerëzit kur ta ndezin televizorin të hënën dhe të na shikojnë, të dëgjojnë me vëmendje ato që thonë ekspertët dhe ato që thoni ju doktor, dhe të mos shikojnë ca fytyra që i bën për të qeshur, që dhe ne kur rrim aty na bën për të qeshur dhe ulim kokat. Kështu që shpresoj që të kemi një qasje ndryshe nga të hënave dhe të bëjmë një protezë, një foltore konstruktive për vendin, që jo vetëm të bërtasim Rama Duro dhe qeveria krimit të drogës, por të themi që problemi është ky, zgjidhja jonë do jetë kështu. Për çdo problem që prek shoqërinë shqiptare. Kaq kisha, nuk duhet ju marr më kohë, shumë faleminderit. Faleminderit Glauk për ndërhyrjen edhe për mendimet. Glauk, tani një sqarim duhet bëj. Foltorja nuk synon prani të madhe. Jo. Do më thënë, synon pak a shumë atë prani. Cili ishte qëllimi i saj, që t'jem i hapur me ju se qëllimi i saj ishte një mikrofon, një zë, në derë të qeverisë, kundër qeverisë, nga deputet dhe nga qytetar. Ky është qëllimi i saj. Nuk është
qëllimi i saj protesta. Nuk është qëllimi i saj masive. Jo, ka atë qëllim. Ku do flasim qytetar të ri, të njerëz të formimeve të ndryshme. Pra, nuk duhet edhe njerë, një foltore nuk është një protest masive. Është e asaj për mase. A mund të përzgjidhen më mirë folsat? Absolutisht po, dhe ke shumë të drejtë. A mund të kalohet në profile, siç e propozon, edhe kjo mund të bëhet në një farë mënyre, po t'i kesh vure, në serinë e folsave ka patur folsa që kanë folë për çështje të caktuara, por kjo edhe kjo nuk e pengon as pak që të bëhet njerë tjetë për një fush, pastaj fushën tjetër me radhë. Është plotësisht e mundshme. Besoj se këto ishin pak a shumë çështjet që shtrove. Për zgjedhja, tani ata që i përzgjedhin, duke pyetur, nuk është se e bën, ata janë ndër organizatorët e saj, por pyesin, marrin mendime tek ju, marrin mendime tek forcat, tek organizata e grup, me fjalë, nuk janë se nxjerrin nga xhepi ata emra, dhe, po më falë, ka një porosi, mundësisht përfaqësues të kauzave të veçanta, të grupeve të interesit. Ndonjëherë, edhe qytetarëve të thjeshtë, të cilët shprehen natyrisht në mënyrë më të thjeshtë dhe një përzgjedhje më mirë mund të bëhet. Mirë. Patjetër, me kënaqësi të madhe. Takim edhe me kamera dhe pa kamera me shumë kënaqësi. Patjetër. Mirëmbrëma zoti Berisha, mirëmbrëma të rinj, unë jam Adelina Dragoshi, antare e Forumit Rinor të Degës 2. Së pari ju falenderoj për praninë dhe për mundësinë që na jepni neve të rinjve të flasim hapur, dhe se zëri ynë të dëgjohet. Pyetja ime lidhet me drejtsinë. Sot drejtësia është thellësisht e politizuar. Çfarë mekanizmash do të përdoret kur Partia Demokratike të vinë në pushtet për të garantuar një drejtësi të pavarur? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Unë ju garantoj ju se çelësi kryesor për një drejtësi të pavarur, për një luftë me zero tolerancë ndaj krimit, për një luftë me zero tolerancë ndaj korrupsionit, qëndron në zbatimin e ligjit. Por unë, me qenë se bërë një pyetje konkrete, do ta ilustroj me një shembull konkret. Në vitin 2011, siç e dini, socialistët organizuan një protestë të dhunshme. Dhe ajo është protesta më e dhunshme në histori. E organizuar, ku Edi Rama kërkonte të mirët e pushtetin, ishte përgatitur dhe me një fjalim që do mante nga balkoni i kryeministrisë e me radhë. Në atë skenar, jo vetëm për mua, por edhe për organizata ndërkombëtare, u bëhet qartë se ishte një skenar politik. Dhe nga ata që unë akuzova në atë skenar politik, ishte edhe ish prokurorja e përgjithshme.
kjo zonjë, pas kësaj ngjarje, edhe para kësaj ngjarje, por edhe pas kësaj ngjarje, kjo se në atë kohë hetimin e personave me imunitet e kishte prokuroria e përgjithshme, nuk kishte prokurori veçantë. Ka paraqitur jo një, por të paktën 3 kërkesa për heqje imuniteti. Tani unë ju them ju këtu, në mënyrë absolute, as për një të mitën e sekondës, nuk më ka shkur kur media që t'i thonim jo se i ke politike. Përkundrazi, ministrat kanë dhënë dorëheqje, kanë dorëzuar vetë imunitetin dhe parlamenti është mbledhur formalisht për të kryer aktin e dorëzimit të imunitetit prokurorisë. Formalisht, sepse secili prej tyre, dhe ka ndodhur 3 herë jo një, ka dorëzuar imunitetin. Madje ai është sot në burg, Ilir Meta më ka ardhur në zyrën e zëvendës kryeministër dhe i montoi Shiritin, i montoi Edi Rama me Filip Çakullin, çka u provua u gjet krejtësisht montim një frazë ku flitej për 700.000 euro, ku në fakt ishte se sipërmarrësi i thoshte atij që unë kam humbur 700.000 euro që nga dita e vendimit gjykatës gjerë sot që ti nuk zbaton vendimin e gjykatës, dhe këtë Edi Rama e mori dhe përdori gjeti dhe fjalën shfet edhe fruti aty, si përfundim, por cila, fat. Sa po e publikuar, ky 3 ditë mrapa, pa fol fare prokuroria, më ka ardhur në zyrë dhe më ka thënë se unë po jap dorëheqjen si zëvendës kryeministër edhe dorëzoj imunitetin, sepse nuk pranoj që të shkoj para një djali, para një vajze, prokurore apo prokurore, si zëvendës kryeministër, por do shkoj aty si gjyqtar i thjesht. Kjo që ndodh sot është jashtë çdo imagjinate. Pra, dhe kush ishte njeriu që kishte kërkuar? Njeriu që i kisha thënë çdo fjalë se e meritonte për qëndrimin që mbajti, që ishte e përzierë në atë rast. Por tjetër është pavarësia e drejtësisë. Tjetër është detyrimi për të pranuar vendimin e saj qoftë dhe i gabuar. Kjo është që kur është ndarë shteti, kështu është. Ata shkuan të gjithë para drejtësisë.